Meritat më të mëdha për këtë spektakël, për vlerësimin e artistëve, e artit, në gjitha fushat, do të thotë në letërsi, në muzikë, në pikturë, në çdo fushë të artit, është iniciatori apo nismëtari i kësaj Avni Qaili, se ne mund të flasim shumë, të diskutojmë rreth asaj se çka kemi në këtë vend tonë të vogël në Maqedoni, mund të flasim në përkollëtuqe, por që është ai i cili e merr përsipër dhe e nis hapin e parë. Është pikërisht Avni Qaili dhe Afërdita Saraqini Kelmendit, të cilët e morën përsipër të bëjmë këtë nismë dhe unë si një lokomotiv prap atyre vazhdova, por që besoj që ja kemi dalë mban me ato mundësi që kemi, me ato kushte që kemi dhe me ata artist që kemi. Sepse iniciojmë dhe jemi idhtar të asaj të vlerësimit të artistëve që kemi në Maqedoni, më së tepërmi. Përqendrohemi tek artistët në Maqedoni.